Gjesti pas arrestimit është akuzuar nga gjykata për 3 vepra penale ku përfshihet dhe mbajtje pa leje. Ai doli nga burgu dhe situata po ndiqet me avokatët e tij në gjykat. Avokati i tij ka ndarë detaje të rëndësishme rreth arrestimit dhe marrëdhënies së tij me kompaninë muzikore që i solli probleme. Ai tregoi se kontrata kishte marrë fund në qershor, por ishte rinovuar automatikisht pasi nuk ishte dhënë një njoftim për ndërprerje para kësaj kohe, pasi ai nuk kishte mundësi të jepte një njoftim të tillë dhe kishte shprehur dëshirën për të mos vazhduar marrëdhënien me ta. Kontrata është vazhduar pa vullnetin e gjestit, duke e bërë situatën edhe më të komplikuar pasi është një shkelje të drejtave të tij. Mbetet për tu parë se si do të evoluojë kjo histori dhe çfarë pasoja do të ketë për karrierën e gjestit. Fansat me sa duket po e mbështetin atë fuqishëm si dhe kolegët e tij, pasi thonë se ai po kërkon të drejtë e tij. Ju si mendoni? Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.